2 hëna të plota, prova e fundit e shpirtit. Parashikimi astrologjik për maj 2026. Të dashur miq, mirë se vini në këtë parashikim të hollësishëm astrologjik për muajin maj 2026. Ky nuk është një muaj i zakonshëm me energji të lehta dhe god vibes. Maji na sjell një cikël të pazakont hënor me 2 hëna të plota dhe një hënë të re që krijojnë një ritëm intensiv, lëshim të thellë, tokëzim të fortë dhe reflektim mbi kuptimin e jetës. Ky muaj është një thirrje serioze për ballafaqim me realitetin, një realitet i fuqishëm që na detyron të shohim të vërtetën, të vlerësojmë investimet tona emocionale, financiare dhe kohore dhe të ndërtojmë me qëndrueshmëri. Do të flasim hapur, thellë dhe pa kompromis për çdo aspekt. Le të zhytemi së bashku në energjitë e majit. 1. 3 ngjarjet kryesore hënore, cikli lëshim, rritje, lëshim. Hëna e plot në akrep, fillimi i stuisë emocionale, maji hapet me një hënë të plot shumë intensive në shenjën e akrepit, rreth datës 1 maj. Kjo hënë e plot nuk është thjesht një kulm hënor, ajo është një dritë laser që depërton në thellësitë më të errëta të psikikës sonë. Akrepi qeveriset nga Plutoni, planeti i transformimit, vdekjes dhe rilindjes. Prandaj, në ditët e para të majit, prisni që të dalin në sipërfaqe të vërteta të fshehura, emocionet të groposura prej kohësh, frika, xhelozia, pasionet e papërmbushura ose lidhje toksike që keni shmangur. Kjo është koha për të përballur intensitetin emocional pa ikur. Pyesni veten, çfarë po mbaj të fshehur edhe nga vetja? Çfarë marrëdhënie, zakoni ose besimi nuk më shërben më? Hëna në akrep kërkon pastrim të thellë, si një detoks emocional. Mund të ndjeni val intense trishtimi, zemërimi ose çlirimi të papritur. Mos e shtypni, lëshojeni. Shkruani në ditar, flisni me dikë të besuar, ose thjesht qani nëse duhet. Ky lëshim është i domosdoshëm për të hapur hapësirë për të renë, efekti i saj zgjat disa ditë, kështu që javën e parë të majit jetoni me vetëdi të larë. Shmangni konfliktet shpërthyese, por mos shmangni të vërtetën. Ky është momenti për shërim përmes përballjes, hëna e re në Dem, 16 maj, pika e qendrës dhe tokëzimit. Pas stuisë së akrepit vjen momenti i qetësisë relative dhe i ndërtimit, hëna e re në Dem më 16 maj. Demit i pëlqen stabiliteti, siguria materiale, trupi fizik, paratë dhe kënaqësitë sensuale. Kjo hënë e re është si një ankor në mes të oqeanit të turbull. Ajo na pyet drejt për drejt, çfarë ja vlen vërtet të ndërtohet? Ku po i investoj energjinë, kohën dhe paratë e mia, kjo është koha ideale për të rregulluar drejtimin. Pas lëshimit emocional, tani mbillni fara të reja në tokë pjellore. Mendoni për buxhetin, shëndetin fizik, rutinat ditore, marrëdhëniet që ofrojnë siguri reale, jo iluzione. Hëna e re në Dem na inkurajon të jemi praktik, të prekshme dhe të durueshme. Mos u nxitoni, Demit i pëlqen procesi i ngadalt, por i sigurt. Në këtë periudhë, merrni vendime të rëndësishme për financat, punën ose stilin e jetës. Pyesni, a më jep kjo gjë siguri afatgjat apo vetëm kënaqësi momentale? Kjo hënë e re sjell qartësi të madhe, veçanërisht sepse bashkohet me Mërkurin, duke na dhënë mendje të mbret për vendime të zgjuara. Hëna e plot në Shigjetar, 31 maj. Mbyllja me reflektim dhe qëndrueshmëri muaji mbyllet me një hënë të plot në Shigjetar më 31 maj, një blu e mon, pra 2 herë hënë e plot në të njëjtin muaj. Shigjetari është shenja e filozofisë, udhëtimit, kuptimit më të lartë dhe aventurës. Kjo hënë na bën të reflektojmë mbi drejtimin e përgjithshëm të jetës, ku po shkoj unë vërtet? A ka kuptim rruga që kam zgjedhur? Pas intensitetit emocional të akrepit dhe tokëzimit të Demit, tani kërkohet vizioni gjerë. Mund të ndiheni të lodhur, të rrahur nga jeta, por Shigjetari ju thot, ngrihu, shiko horizontin dhe vazhdo me besim. Kjo është koha për të mbrojtur atë që keni ndërtuar, edhe nëse jeni të lodhur. Reflektoni mbi besimet tuaja, cilat i keni të i kaluar dhe cilat ende ju udhëheqin. Kjo hënë e plot sjell ndjenjën e resilience, aftësinë për të qëndruar në këmbë edhe pas stuhive. 2. Temat kryesore, ballafaqimi me realitetin, reality check.
Ky muaj nuk është për iluzione. Është një periudhë serioze ku universi na thot, shiko realitetin në sy. Vlerësimi i investimeve. Lidhur fort me letrën Tarot 7 e Pentakujve, kjo kartë tregon një person që pushon dhe shikon pemën që ka mbjell. Apo japin fryte për pjekjet e tua? Ku po harxhon kohën dhe energjinë? Ma i të detyron të bësh auditim të jetës, marrëdhënie, punë, zakone, investime financiare. Mos ki frikë të prishësh ato që nuk japin më kthim, qëndrueshmëria dhe lodhja. Hëna në shigjetar na kujton letrën 9 e Shkopinjve, luftëtari i plagosur që ruan kështjellën. Mund të ndiheni të raskapitur, por duhet të vazhdoni. Qëndrueshmëria është qelësi. Mbroni kufit tuaj, pushoni kur duhet, por mos hiqni dorë nga vizionet tuaja, racionaliteti pas emocioneve. Pas valve emocionale të akrepit, maj na shtyn të mendojmë racionalisht. Merrni vendime me kokë të ftohtë për të ardhmen. Kombinimi i emocioneve të thella me mendje praktike krijon fuqi të vërtetë. 3. Ndikimet planetare kryesore. Urani në binjakët. Urani sjell ndryshime të shpejta, ndërprerje, zbulime të papritura, sidomos në komunikim, mendime, lidhje vëllazërore ose projekte intelektuale. Prisni surpriza, ndryshime të papritura në plane. Fleksibiliteti është jetik, Marsi dhe Kironi në dash. Ky konjuksion aktivizon plag të vjetra lidhur me identitetin, pavarësinë dhe veprimin. Mund të dalin në sipërfaqe frika e dështimit ose dhimbje nga e kaluara. Por ky është edhe momenti për shërim përmes guximit, veproni me vetbesim dhe shërojeni plagën duke e përballuar, Mërkuri dhe roli i tij. Mërkuri bashkohet me hënën e re në Dem, duke sjellë qartësi mendore të jashtëzakonshme. Përdoreni këtë për kontrata, vendime të rëndësishme ose komunikim të qartë. Konkluzioni dhe mesazhi final. Të dashur miq, maji 2026 është një muaj re kalibrimi të plotë. Zbuloni të vërtetën e thellë, Akrep, gjeni stabilitetin dhe sigurinë reale, Dem, dhe veproni me kuptim dhe vizion, Shigjetar. Mesazhi kryesor, jini të fortë, të durueshëm dhe absolutisht të vërtetë me veten, edhe kur ndiheni të lodhur. Universi po ju teston, por po ju jep edhe mjetet për të dalë më të fortë. Mos u dorëzoni para stuhis, ajo po ju pastron për diçka më të mirë. Faleminderit që e ndoqët këtë video deri në fund. Nëse ju rezonoi, pëlqejeni, komentoni përvojën tuaj dhe abonohuni për më shumë parashikime. Na thoni në komente se si po ju ndikon ky muaj. Energji të mrekullueshme për majin tuaj, qëndroni të fortë, të zgjuar dhe të hapur ndaj transformimit. Shihemi në videon tjetër. Lam të mirë.